إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, keni frikën e Allahut dhe mos vdisni ndryshe, pos vetëm duke qenë musliman. Pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar." Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut te baraka wa taala. Dërsa fjalët më të mira, porosit më të mira janë porosit profetike. Fjalët e Muhammedit alayhi salatu wassalam, udhëzimet e tina. Veprat më të këqijat janë bidatet, risit në fe. Çdo bidat risin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem. Lutim Allahun te baraka wa taala në këtë ditë madhështore të madhe, në ditë xhumoje, Allahu të na ruaj neve dhe juve nga zjarmi i xhehenemit. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala, Allahu të na bëjë nga banorët e xhennetit ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart: "Dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përkujto. Sepse përkujtimi për besimtarët është i dobishëm. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Muhammedit alayhi salatu wasalam: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përkujtoj njerëzit, përkujtoj besimtarët, sepse përkujtimi është i dobishëm." E feja jon, të nderuar vëllezër, është nasihat. Kret feja jon është këshill. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ad-dinu nasiha." Prej fillimit deri në fund, e tërë feja jon është nasihat. Edhe neve këtu, të nderuar vëllezër, sot në këtë ditë xhumoje, nuk kam hyrë këtu në këtë vend, në këtë shkallë, vetëm se ma i pari veten me këshillu, pas edhe juve. E po shpresoj edhe po besoj që këshilla do të bëj dobi, inshallah taala, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala, pasi që të shpërndahemi, Allahu më na fal mëkatet edhe gjunat ya rabbel alamin. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që sot me prezantimin tuaj, me prezantimin e muslimanëve në xhamia, në ditën më të mirë në të cilën lind dielli, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutim Allahun që Allahu secilit për neve t'i jap shpërblimin ya rabbel alamin. Vëllezër, po du më ju përkujtu për diçka që është bazë, është temel. E shpesh herë këtë bazë musliman peharojnë. E temeli i këtij dini, e kësaj feje është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëra kur peharojnë që duhet me adhuru Allahun, edhe në rob të Zotit po mashtrohen, po devijohen. Por ka prej besimtarëve që në çdo moment e përkujtojnë këtë bazë, këtë qëllim. Ajo është ibadeti ndaj Allahut subhanahu wa taala.
Thot Allahu Azza wa Jall, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova njerëzit, thot Allahu Azza wa Jall, nuk i krijova njerëzit edhe gjinët vetëm se të më adhurojnë. Vetëm se të më adhurojnë. Illa liya'budun. Vetëm se ta njësojnë Allahun. Allah është i vetmi një i cili meriton të adhurohet. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thot Allahu Azza wa Jall. Vërtet, thuaj, faktikisht, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vërtet namazi im, jeta ime, vdekja ime, çdo sen këtë dynja është lillah rabbil alamin, për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe jeta jote, edhe puna jote, edhe ardhja jote në xhami, edhe fjetja jote, edhe çdo lëvizje që e bëjmë ne dhe ju, është për Allahun xhalleshanu wa xhalla xhelalu. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala kur ka kriju diçka, Allahu kur ka kriju diçka nuk ka kriju la'iban wa abatha. Allahu s'ka kriju diçka edhe çajo diçkaje çka ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala me qenë loj apo me qenë kot. A krijon Allahu diçka kot? S'ka mundësi. Allahu nëse krijon diçka, do të me pas qëllimin e vet. Nuk krijon Allahu subhanahu wa ta'ala kot. Nuk i krijon Allahu azza wa jall sendet kot ose për loj. Por Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelalu kur i krijon sendet apo kur i ka kriju sendet, i ka kriju me një qëllim. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin." Dëgjoni mirë. Allahu kur ka kriju tokat edhe qiejt, tokat edhe qiejt, edhe çka kanë mes tyne, gjithësi e madhe, toka, qiejt, edhe çka ka mesin e tyre, nuk i ka kriju kot, nuk i ka kriju për loj, hajtë se pi krijoj edhe u kry, por i ka kriju për një qëllim. Apo? Edhe robi që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, krijesën e vetë neve që na ka kriju, nuk na ka kriju kot edhe për loj, por na ka kriju për një qëllim, sikur që tham, po ju rikujtoj, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Çdo herë vetes, të nderuar vëllezër xhamatllin, këtë ajet kuranor duhet m'ia përkujtu. M'ia kuptu vetes bazën, esencën, themelin se pse ki ardhur në këtë dynja, me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelaluhu, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apo mendoni ju, Allahu po thot në Kur'an, apo mendoni ju se ju kemi krijuar kot, loj? Apo mendoni ju që keni ardhur në këtë dynja, po jetoni, po hani, po pini, po punoni, po esni, nalt, poshtë, djathtas, majtas? Apo mendoni që Allahu po thot, ju kom kriju kot për kur gjë hiç? "Wa annakum ilayna la turja'un?" Edhe apo mendoni se ju te unë s'keni mu kthy? Kthimi është Allahu. Një ditë kthimi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "E yahsabu al-insanu an yutraka suda?" E yahsabu al-insanu an yutraka suda? Apo mendon njeriu që nesër në ditën e kiametit nuk ka mu pyet për urdhnat edhe për ndalesat? Që sa bukur Allah po thot. Apo mendon njeriu që nesër në ditën e kiametit nuk ka mu pyet për namazin? Nuk ka mu pyet për zeqatin? Nuk ka mu pyet për agjerimin dhe kështu me radhë? E yahsabu al-insanu an yutraka suda? Apo mendon njeriu kështu? S'ka mu pyet nesër në botën tjetër? Ka mu pyet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kush e bën një punë të mirë, qoftë sa grimca atomit, nesër ka me pa te Allah. "Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Dhe kush e bën një punë të keqe, qoftë edhe ajo sa grimca atomit, nesër ke me pa tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ke mu gjyku ti edhe unë.
Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bëjë robër sinqert, ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Unë shkurtimisht inshallah taala në këtë hutbë të sotit po du më i pari këto sende apo këto gjëra vetës me drejtu, veten me përkujtu, pastaj edhe juve, që t'jem më i sakt, t'jem më i kuptueshëm, inshallah taala, lusë Allahun azza wa jall. Dietarët islam, të cilët kanë qenë njerëz që më së shumti ja kanë frikën Allahut subhanahu wa taala. Mesin e tyre edhe në hoxhallarët, inshallah jemi pi tyne. Allah thot në Kur'an: "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Njerëzit më së shumti që ja kanë ndrojën Allahut kush janë? Allah po thot në Kur'an. Njerëzit më së shumti që ja kanë ndrojën Allahut janë dietarët, ulemat, hoxhallarët. Përgjegjësia e madhe mbi supet e tyre, me kuptu halalin, me kuptu haramin. Fes'elu ahle dhikri. Allah thot, pyetni dietarët për çështjet që nuk i dini. Fes'elu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni dietarët, pyetni hoxhallarët për çështjet që nuk i dini. Mësoni për atyre tauhidin, mësoni për atyre halalin, haramin, mësoni për hoxhallarëve dinin, sepse hoxhallarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Pik. S'po du mos zgjeru më shumë. Dietarët e islam të nderuar vëllezër i kanë përmbledh, i kanë shkru, i kanë qetë në klapa, qysh dush thuj, veç me kuptue. 7 sende, 7 gjëra. 7 sende, 7 gjëra. Një pik presje, veç po nalim pak. 7 sende, të cilat janë bazuar në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk kanë fol dietarët prej hamendjes tyne. Hajtë se 7 sende edhe duke mos u bazu kërka hiq. Jo, bazuar në Kur'an dhe sunet. Bazuar mbi këto 2 baza kryesore, dinit Allahut azza wa jall, al-Qur'an wa sunna, u kry. Të nderuar vëllezër, na njerëzit çdo ditë ndëgjojmë, apo ndëgjojmë hoxhallarët, dëgjojmë për halalin, dëgjojmë për haramin, lexojmë Kur'anin, lexojmë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo jeta jon, ditët, netët e po na shkojnë, dikush po lind, dikush po vdes, dikush po ballafaqohet me probleme të ndryshme, dikush gëzim, dikush kështut dhe ashtu. Jeta e tillë të nderuar vëllezër xhamatllin. Allahu në Kur'an ka urdhnu. Në Kur'an ka urdhëra. Kur'an ka ndalesa. A jemi duke menduar? A jemi duke i medituar? A jemi duke meditu? Apo a jemi duke i medituar ajetet e Allahut, Kur'anin, librin e Zotit, hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, fjalët e pejgamberit? Ka urdhna, ka ndalesa. Sepse qëllimi kryesor na tham, nuk jemi kriju vetëm se me adhuru Allahun. Pastaj dynjaja i ka ato punë të veta të nderuar vëllezër. Puna, sende. Puno 8 orë, kur s'po të nal, pi punës, puno. Punojë me njerëz me punu. Se nëse kemu pyet ku ke fitu, ku ke harxhu, nuk ka dyshim. Kemu pyet për jetën tonë, kemu pyet për shnetën tonë, kemu pyet për kohën, për rinin, për pleqnin dhe shtu të me radhë. Prej kohës tonë që ta ka falë Allahu subhanahu wa taala, që ti ndonjëherë po thu s'kam kohë. Kush ta ka fal kohën? Nëse është e mirë kështu të më thon 20 minuta për Zotin. 5 minuta namazit sabahit nuk të merr. Dreka i qindia akşomi etcia. Për Allahun. Na tham se baza kryesore është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova njerëzit edhe xhinet për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë. U krye, duhet me ditë qëllimin e krijimit. Krijimit ton pse kjo ardhën këtë dynja. Edhe ajetet që i përmendëm të nderuar vëllezër xhamatllin.